Në mbledhjen e kësaj të njëjtëje të Këshillit të Bashkisë së Vlorës u diskutua dhe u miratua edhe projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak të Vlorës numër 100 datë 23/12/2025 për buxhetin e bashkisë për vitin 2026 i ndryshuar. Drejtori i Qendrës Ekonomike dhe i Financave në Bashkinë e Vlorës tha se fondet e trashëguara nga viti 2025 që kanë mbetur pa u buxhetuar janë mbi 141 milion lek. Në mbështetje të ligjit 9936/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetar, Kryetaria e Bashkisë dhe administrata në drejtimin e saj kanë hartuar këtë projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 100 datë 23/12/2025. Fondet që do të përdoren për këtë projekt vendim janë fondet trashëguara nga 2025-a. Në relacionin që kemi paraqitur, u kemi treguar fondet të cilat kanë mbetur pa u buxhetuar nga fondet e trashëguara dhe në zërin të ardhura kanë mbetur fondet të pa buxhetuara 141.489.903. Jo, s'kemi kote. Lek. Jo, s'kemi kote, nuk. Si dhe të ardhura 3% të banesave sociale në shumën 275.478.000. Nga këto të ardhura trashëguara, administrata ka menduar të përdori shumën prej 88.968.000 lek dhe këtë shumë do të përdori për investime. Por drejtori i Qendrës Ekonomike dhe i Financave në Bashkinë e Vlorës duhet që të paguajë më parë detyrimet që u ka bizneseve dhe institucioneve, të cilat rezultojnë të jenë në sistem dhe pastaj të mendoj për fondet që ai thotë se janë të trashëguara dhe se si do t'i përdor ato. Ndërkaq në mbledhjen e kësaj të njëjtëje, Këshilli Bashkiak i Vlorës diskutoi dhe miratoi edhe disa projekt vendime të tjera të rëndësishme, siç ishin ato të karakterit social dhe ekonomik, për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin mars 2026 dhe ndihmën ekonomike me të ardhurat e bashkisë po për muajin mars 2026. Po ashtu në këtë mbledhje u diskutua dhe u miratua edhe një projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 40 datë 34/2024 për miratimin e programit të rishikimit të transparencës së Bashkisë së Vlorës. Ashtu diskutua edhe për projekt vendimin e ngritjes së qendrave komunitare social-kulturore për moshat e treta në njësitë administrative të Bashkisë së Vlorës. Ashtu si kundër edhe projekt vendimi për dhënien në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor. Në pika të ndryshme, këshilltarët bashkiak ngritën shqetësimet e komunitetit në zonat që ata përfaqësojnë. Në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak u vure mungesa e kryebashkiakes Brunilda Mersini.